Mirë se erdhët në një tjetër edicion të këtij emisioni special kushtuar Eurovisionit këtu në frekuencat e Radio Kosova 1. Do të kemi edhe sot plot emocion, muzikë, por edhe spektakël bashkë me të ftuarit që i kemi të përzgjedhur sot në kuadër të këtij emisioni në frekuencat e Radio Kosova 1. E sot jemi në një ditë shumë të rëndësishme edhe për shqiptarët. Shkodra elektronike do të ngjitet sot e 12-ta në skenën e Eurovisionit në edicionin e 69 me radhë. Do të flasim sot këtu në studio, do të kemi intervista ekskluzive që do t'i sjellim tek ju deri në orën 12 sa do të jemi bashkë. Unë jam Valentina Kryeziu Nazifi, në anën tjetër është Astrid Demaku. Kam kënaqësinë të kem sot dy të ftuar shumë të veçantë me cilët do të flasim për këtë përfaqësim të Shqipërisë në Eurovisionin e si vjetma. Në studio i kemi muzikologun, kompozitorin, autor e gazetar shumë vjeçar i kulturës, është zotëri Sami Piraj. Mirë se erdhët. Mirësjellje, urime për emisionet shumë të qelluara në këtë ngjarje kulturore evropiane. Faleminderit shumë, profesor. E në studio gjithashtu e kemi edhe një kritik të artit, i cili e ka bërë një vlerësim për tekstin e këngës Zjerë nga Shkodra elektronike me rastin e përzgjedhjes së saj për t'i përfaqësuar të gjithë shqiptarët në Eurovisionin e si vjetma. Është profesor Ilir Muharremi. Mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë, ndërkohë janë këto emocionet e këtij edicioni sonte, sidomos përpara nisjes së gjysmëfinales së parë të Eurovisionit. Profesor Sami Piraj, ju keni qenë në vitin 1990 në sallën ku është mbajt Eurovisioni i atëhershëm në Zagreb. Por atëherë keni qenë si gazetar që keni përcjell kulturën. Çfarë janë këto emocionet ndoshta kur si gazetar e përcjell drejt për drejt në një sallë madhështore festivali? Ka qenë ngjarje interesante në atë periudhë sepse domethënë shteti Jugosllav pa të fituar edicionin në atë periudhë dhe mbaj grupi Riva, me sa duket kishte i grup nga Zara dhe fitoi edicionin e Jugosllavisë dhe pastaj u plasua në finale dhe njëkohësisht fitoi të drejtën për realizimin e atij edicioni i cili u mbajt në Zagreb. Në atë periudhë, domethënë gazeta Rilindje në akreditoi për të përcjellë festivalin si ngjarje veçantë kulturore, së bashku me Fejm Kurasanin, kolegun e radio televizionit të Prishtinës, programin i dytë, i cili ishim së bashku dhe përcjellëm këtë ngjarje nga Zagrebi dhe natyrisht që komentonim dhe dërgonim informacione. Në atë periudhë Toto Cutugno ishte ai fituesi i cili para pak kohësh edhe ndroi jetë, një legjendë e këngës italiane i cili me vokalin e tij bëri të jashtëzakonshme, domethënë pjesëmarrjen dhe ishte fitues absolut i kësaj gare me vokalin e tij shumë interesant me këngën Unite Unite Europe dhe ishte një ngjarje veçantë që jo si gazetar, por edhe si pjesëmarrës në këtë garë, një garë e jashtëzakonshme, domethënë siç pretendohen shumë shtete që t'jenë dhe bojnë gara në këtë ngjarje kulturore të veçantë. Po, sot si përfaqësohet, profesor, muzika shqiptare në skenën ndërkombëtare? Nëse mund ta bësh një krahasim prej periudhës atëhershme kur e keni përcjell si gazetar, por që sot ndoshta si muzikolog. Në atë periudhë, për shembull, edhe Kosova kishte të drejtë të bëj gara për të përfaqësuar Jugosllavinë. E di në atë kohë, për shembull, Armenda Rexhepagiçi me Ida Barakun kanë qenë dy garus që kanë marrë pjesë në këtë edicion në Zarë dhe madje u plasuan goxha mirë me paraqitjet e tyre
shumë të bukura edhe vizuale dhe domethënë ka mbeten si një përshtypje shumë e mirë. Ka pas edhe tendencat e tjera që të prezantohet edhe kënga shqiptare, madje edhe kënga serbe që ishte në kuadër të pjesëmarrjes së radio televizionit të Prishtinës në atë periudhë, por që asnjëherë nuk kemi arritur që të jemi përfaqësues të denja më të këngës shqiptare. Domethënë, kënga shqiptare gjithmonë ka qenë në margjina të kësaj të kësaj ngjarje kulturore evropiane, derisa domethënë në vitin 1995, më sa duket, domethënë kur televizioni shqiptar mori pjesë në garën që u majtë në Stamboll dhe në këtë periudhë u realizu, domethënë u prezantu kënga shqiptare ku me sa di është plasuar në vendin e 7. Po, ka qenë Anjesa Shahini Anjesa Shahini, ashtu? në 2004, në atër kur 2004, ka marrë ashtu. pjesë Shqipëria. Të flasim pak edhe për këtë përmbajtjen e poetike të këngës së Zjarëm. Është Ilir Muharremi këtu në studio, e që me rastin e përzgjedhjes kësaj kënge për ta përfaqësuar Shqipërinë në fund vitin e kaluar, në fund të dhjetorit, atëherë ju keni bërë një analizë kritike të përmbajtjes së tekstit të këngës së Zjarëm. Është një kryevepër poetike dhe muzikore, ashtu si që ju e keni vlerësu? Çfarë ke dashur të thuash me këtë? Po, unë si dëgjues, edhe në aspektin normal poetik, se në Eurovision nuk vlerësohet vetëm kompozimi, aranzhimi ose performanca, dihet ato që gërshëtohen, domethënë në vlerësimin final, por edhe poetika, vargjet, kuptimi në tekstet, simbolika për shembull e tekstit, ku zjarm ose shëndrit që përsëritet për shembull te refreni thret për një dritë, për një parajs, për një bukuri, për një estetik, por kënga nuk e prek ose teksti nuk e prek vetëm aspektin personal, por prek edhe kolektiv shoqëror. Dërgon herë te antikiteti, te zjarmi Prometheut, herë dërgon te drita e sotme, te mungesa ose te kaplimi i errësirës, ku ne në aspektin social, politik dhe ekonomik si shtet, si kom, këtu e përfshi po ashtu Shqipërinë dhe Kosovën, jemi të kapluar. Domethënë është një lloj revolte artistike, estetike, ku është ndërthurur bukur me vargje, por në të njëjtën kohë ka dhe performancë shumë atraktive. Ka edhe melodi shumë tërheqëse, interesante, ka dhe pauza ndërmjet këndimit. Domethënë, është për mendimin tim, është një këngë e aranzhuar në një nivel të bukur. Tash hala nuk dihet vlerësimi final, sepse ne e dimë edhe vetë në Eurovision këngë të mira nuk renditen në vendin e parë. E patëm rastin vitin e kaluar Franca me këngën Mon Amour, Sliman që e këndoi, ku për mendimin tim ndoshta e këngë do të ishte këngë fituese, po ashtu edhe në fillim ishte në vendin e parë, por varet gjithmonë prej shteteve që ja japin voten. Jo gjithherë fiton kënga më e mira, por në shumicën e rasteve edhe është e renditur kënga më e mira. Po, zotëri Biraj, si mendoni që janë ngërshëtuar teksti edhe melodia e këngës së Zjarrit? Tash ndoshta jo që e vlerësoj domethënë mendimin e Ilirit për këto probleme, po ndonjëherë aspekti historik dhe social ma shumë historik nuk ndërlidhen shumë edhe me aspektin muzikor në këtë garë. Sepse për shembull ka aty gjërat të cilat e ndërgjova me korreshti edhe disa herë ashtu gjatë prezantimit të kësaj këngë, ka në aspektin e diksionit ka shumë mungesa. Domethënë këngëtarën por nuk e ke titrat që shikohen çka flet, çka thot ajo, është shumë problematike me editën se në fakt cili është teksti absolut i kësaj këngë. Po, është në gegnisht? Prandaj mendoni që është problemi është edhe i gegnishtës që absolutisht nuk ka asgjë të keqe, për shembull, po bashkë vargu aty shëndrit, po nuk e merr edhe me shiku se çka është, domethënë problemi i tekstit është keq i vendosur dhe kjo mund të jetë një nga pasojat e këngëtarit apo edhe vetë të kompozitorit i cili nuk e ka bë aq mirë dhe në mënyrë të dukshme. Problemi
problemi tjetër për mendimin tim është se kënga ka 3 nivele, që ashtu spaku, domethënë unë mendoj që është pjesa e parë, pastaj pjesa e dytë që ka domethënë një butithje pak ma interesante dhe refreni që për mendimin tim është interesant dhe i pranueshëm. Aspekti i narratorit, domethënë si element logjik ku hyn ai burri aty, edhe pse është pak më duket se nuk ka ndaj far kuptimit veçantë pse është ai aty, a kupton, sikur që ishte vitin e kaluar për shembull kënga e Shqipërisë ku mori pjesë kjo zënjusha nga Peja, kupton, me grupin atje, e cila faktikisht nuk thot aty absolutisht asgjë, siç edhe ky nuk ka ndaj far kuptimi pse është aty, sepse domethënë shtetet të tjera, por nuk e kuptojnë tekstin, çka nuk ofrojnë ndonjë element domethënë përgjithje. Mund të them se orkestrimi i këngës posaçërisht në aspektin e refrenit është jashtëzakonisht i qëllum dhe është interesant, bile ka disa elemente të një këngë shumë interesante. Paktën ashtu t'jep përshtypjeve një këngë e Madonës me ato violinat e shtrira dhe jashtëzakonisht të akceptuara mirë, kupton, ku japin një ngjyrë interesante këngës dhe mendoj që ajo është pjesa më e bukur e krejt këngës. Aspekti domethënë tjetër është se kënga ashtu siç është e prezantuara në 5 minuta apo se ajo nuk shkon, sepse unë e di që standardet e këngës në Eurovision janë 3 minuta maksimale dhe aty sigurisht 3 minuta. Aty është domethënë mund të jetë pak, por është e limituar dhe ata duhet bërë çdo gjë që ta reduktojnë domethënë shumë elemente dhe ta bijnë në konturat e asaj çfarë janë rregullat e këngës së Eurovisionit. Por mesazhi i këngës, teksti, Po, në tregova a mesazhe arrin atë fuqinë që e bart tek publiku, me që e përmendë fillimisht si dëgjues që po kritikon në këtë aspekt. ama te Eurovisioni për shembull mesazhe tekstuale ose poetike. Pra po të ishte një festival i poezisë, ndoshta normal vlerësohet mbi të gjitha teksti, kurse këtu vlerësohet më shumë vokali, aranxhimi, performanca dhe ajo ana ndjesore shpirtërore. Por këngës nuk i mungojnë këto. E ana poetike, për mendimin tim, nuk ka që vlerësohet maksimalisht. Po të ishte vlerësuar për shembull te Mon Amour edhe ana poetike, se francez ne e dim, Charles Aznavouri për shembull, po të analizosh këngët e tij, janë çast thella edhe në aspektin poetik, ku flet për dashuri, po janë shumë filozofike, estetike, por nuk i vlerësojnë në aspektin shumë poetik. Apo kupton? Edhe nuk ka që s'kuptohet, kuptohet edhe aspekti poetik i këngës. Për shembull kënga që tha profa edhe te refreni. Tash refrenin kur analizon, shëtit mentalisht në për kohra, sikur një këngëtar Sting që është, po dëgjon Stingun që ndonjëherë te piramidat e Egjiptit, që në antikitet, shëtit e koha Renesancës. A është tekst që të ngel në mendje? Kështu, tekstit ngel në mendje për mendimin tim s'kisha me thonë. Absolutisht. Se tekstit ngel në mendje janë, kom lexuar poet shumë të mëdhej. Kupton? Charles Baudelaire për shembull të mbet ngel në mendje. Edgar Allan Poe ngel në mendje. Tash se jam person që i kam lexuar shumë poetë thellë, për shembull Antonin Artaudin, Mihu, Eseta Artaudit i mbet pa mend kur i lexon. Për mua, për shembull, jo. Kupton? Po ndoshta për shikuesin e thjesht, kur analizon për shembull thotë zgjerr, shëndrit, e ndërlidh, kjo përdor simboliken, përdor nën tekstin, është mesazhi, apo kupton? Do të thonë nëse i bët autopsi në këtë aspekt tekstit, atëherë ka mesazhe të thella. Unë mendoj se spari domethënë tekstet në përgjithsisht në këngën e Eurovisionit sa më thjeshta, më të kapshme janë gjithmonë për shembull më pretencioze për të ikur në ranglistën e lartë për shembull. Ti merr për shembull këngë që janë të fituara gjithmonë kanë ose pak tekst ose janë pak më thjeshta, por kanë mesazhin e qartë.
Aspekti tjetër është se problemi i gjykimeve. Problemi i gjykimit tash e 20-30 vite është thember Akilit në Eurovision. Di se me prishjen e domethënë sistemit komunist dhe ndërthurjen e shumë shteteve në Eurovision që të paktën përpara nuk kanë pasën të drejtë, është kriju një kaos total në aspektin e vlerësimeve, sepse dihet tash edhe viteve 90 për shembull shtetet të cilat kanë pas një miqësi, sidomos për shembull shtetet e bllokut socialist, pastaj edhe prishjes Jugosllavisë dhe pjesëmarrjen e shumë republikave në kuadër të këtij Eurovisioni, e shikon ti për shembull se gjithmonë vlerësimet kanë shku dhe janë edhe në frymën e aspektit, domethënë të ndërlidhjes politike, por edhe të ndërlidhjeve të tjera miqësore, për shembull Serbia ja jep të votat 10 vota Malit Zi. Bullgaria jep të 10 vota për shembull një shtetit Moldavis. Moldavia jep 10 vota domethënë raporteve shtetërore për shembull. Dhe në këtë drejtim për shembull është një kaos total dhe dihet paraprakisht kush për ken kanë me votua. Me kur kënga e mirë unë mendoj ajo te kalon këto. Kënga kur është shumë e mirë, super e mirë. Çfarë janë parashikimet për sonte? Me që sonte do të jetë Shqipëria e 12-ta me radhë në natën e parë gjysmëfinale. Mund të them a do të vazhdoj tutje për të shtuar në natën finale? Mund të them disa elemente se disa herë ndëgjova edhe këngën para se me ardhen këtu. Për shembull, në refren solistja ka elemente të cilat nuk i këndon në mënyrë precize dhe ato janë elemente të cilat shumë vlerësohen. Po se nëse nuk ka emocione të tepruara, që është një gjë shumë e parashikueshme sepse në një sallë të tillë mund të ndikojnë edhe emocionet këtë drejtim. Absolutisht, dhe po që se nuk është e përqendruar maksimalisht në interpretimin e saj, mund të ketë elemente të cilat e devalvojmë interpretimin e saj. Dhe ajo pastaj ka ekspertë të cilat fusha ekspertëve të cilat janë si rrjet në të gjithë Evropën, në të gjitha shtetet, ata nuk ta falin. Ky është elementi i parë dhe elementi i dytë paraqitja skenike. Nëse arrin që edhe ajo të fuqizohet me paraqitjen e saj që është që publiku e pranon si të tillë, atëherë mendoj që ka gjasa të shkoj në finale dhe kjo mvaret nga disa aspekte tjera për shembull. Po. Unë i dëshiroj sa ma pa gabime, sa ma shumë tjetë koncentruar dhe për mendimin tim është këngë që e meriton. Jo puna që jam vesh shqiptare dhe është këngë shqipe, po e këngëshyën në atë aspektin neutral. Shëni i huj. Adem kur e dëgjon një i huj edhe nuk e njeh, nuk e di, e kom qitë vetën në atë shkollë, është që e meriton ndoshta me hinë gjysmën finale. Refreni ka gjasa domethënë që ti bani njerëzit për veti, ka një refren shumë të mirë, të qelluar, është praktik për kohën. Popularizues në të kuptimin domethënë i pranueshëm, siç për shembull ishte këngëtarja e vitit 2007 Greqja që fitoi në Eurovision me një refren që ka shumë folklor, edhe kjo folklor, edhe shumë shtete gati tashmë të gjithë po vinë me folklor, që është për mendimin tim Eurovisioni domethënë e ka hupat bazamentin e këngës domethënë tipit argëtues, domethënë zbavis që kanë qenë përpara, nuk ka më elemente të jazzit, baladat të vështira. Ta shkojnë më shumë në elemente të folklorit dhe marrin ndonjë motiv atje dhe përpunojnë siç është edhe kjo këngë. Për shembull, fillimi i këngës duket që e ki çiftelin, po tingëllon me çifteli aty, a kupton? Pastaj pak e prish dhe në refren prap ndërlidhet me një element kështu popularizues që mund t'ju bjen vesh njerëzve dhe mund të ecë përpara. Shihet janë shumë personale, kështu që ne jemi këtu për të dhënë ato komentet që ne mendojmë. Ndoshta edhe nuk fare nuk t'ja qellojmë sepse Eurovisioni është i parashikohen dot. Absolutisht. Për mendimin tim për shembull, pavarësisht folklor apo rock apo çka, varet sa shpirtërore.
Edhe romani për shembull nuk mbaret për çka shkruan, po çysh e shkruan. Ti mundesh veç për shembull për një telefon me shumë 100 faqe, po të jenë shumë të thella, shumë shpirtërore, edhe ajo fiton edhe çmimin Nobel. Nuk do të thotë për shembull që tash folklori mja përshtat politikave ndërkombëtare, me lidh me jetën sociale, psikologjike, reale, ekonominë, papunësinë, padrejtsinë, shtetin e tjera. Këtë mvaret sa i afrohet se muzika është pjesë e shpirtit. Friedrich Nietzsche thotë, muzika ka të bëjë me shpirtin. E shpirti duhet këndoj, sipas filozofit gjerman. Edhe për mendimin tim mire ka Nietzsche. E këta mjeshtit e vjetër, sipas Richard Wagneri, domethënë është i pavdekshëm.